ke di që 3 kategori njerëzish këtu në Tiranë shkojnë nga liçeni. E vërtet është. Ata që bëjnë vrap, Si puna ime, bol. po, ata që nxjerrin qenin E vërtet është. dhe manjakët. Shiko tani. Me thonë drejtën, unë fuqi për vrap nuk kam, mo. Po? Prandaj s'dal, mo. Qenë nuk kam, Ashtu? më falë, çaj bitja mund tani, se se Manjak dori, por nuk ka rëndësi kjo. lidhe ka kjo E të. kisha muhabetin tjetër kund. Po, Nëse ke dalë rastësisht, po. Ti dhe ju që po na ndiqni nga liçeni, i keni parë këta qenë që lëvizin aty? Po, më për di sa të mirë janë. Unë bëj muhabet me ato, me di sa të këndshëm janë, se ke iden, po të. S'keni për t'i pa, mo? Si s'kam për të pa, mo, pse mos të shoh, mo? Sepse një denoncim shumë i rënd ka mbritur këtu në tak-fak. Po? Qend, sidomos qend e vegjël, të gjorët, po helmohen dita ditës. Shikojeni këto pamje që flasin vetë. Vetëm kujdes, sepse janë shumë, po shumë të rënda. Në redaksin e emisionit Tak Fak ka ardhur një denoncim nga një zonjë e quajtur Afërdita Halili, e cila denoncon disa pronar të lokaleve këtu në zonën e liçenit, gjithashtu edhe punonjës të bashkisë të cilët, sipas pretendimit të saj, helmojnë qend e rrugës. Unë kam 21 vjet që kujdesem për qendrin ndacak të Tiranës. Nuk është hera e parë që këta lokale, edhe ky parkimi këtu, që kanë helmuar qenë. Ka ndodhur dhe para 5 vjetëve, 9 qenë për i herë. Pra këta janë të herpashershme që bëjnë helmimet. Kur ta gjesh qenin e shtritur, me shkum nga goja shumë e vështirë. Ja munduar me shpëtuar sa ka mujt, se një e vetme nuk mundesh ti përballosh ti kapësh tënd të shpëtosh. Por që rasti i fundit që ishte dje, ai që 1 vjeç, ajo ishte domethënë sa të fillosh ditën me qenë të shtritë të vdekur, të mori ishte i tmerr, nuk kam fjalë. Qoni i vdekur ka dalë këtu. Ushqimi ka qenë mu këtu mrapa, kam gjetë me shkum nga goja të mbaruar. Ka qenë qeni i dytë, ka qenë i shtritur kështu, me fytyrë këtej, me jashqitje, me shkum dhe me gjak nga goja kjo këtu. Edhe ishte asë 1 vjeç, ishte e vogël. Është qeni, por është qenie me shpirt. Dhe kjo pjesa këtu ka qenë qeni tjetër. E qenin e kishin hedhur mu këtu. E ka helmuar në darket, duke zbardhur drita, dhe pronari lokalit i ka thënë Roje, smere këtë qenin tënd që e doje shumë. Unë po të tregoj, domethënë, edhe vendin ku qëndë e fundit, në me thënë 7 qëndë e fundit që po helmuan para 1 vitit e gjys, 2 vjet gati, se ku i kanë varosur. Ky është vendi ku një nga qenushët Ja, këtu s'është 1, këtu janë 3. Këtu janë 3. Po, këtu kanë futur 3. Kanë 3 këshurjesht. Është e tmerrshme. Atje ke 1, këtu. E kjo pjesa këtu ke 1, edhe 1 e ke atje. Një stre që duhet ta hapin shteti. Por jo të merren qendë ndacak edhe të vriten atë stre, por të kujdesen, sikur kujdeset bota, t'i japin tamam mbajtjen e merituar. Helmimi i kafshës është krim dhe ka institucione listë zbatuese që merren me këtë gjë, duke filluar nga urdhri veterinerëve, nga Ministria e Bujqësisë, nga Policia e Shtetit, në koordinim me bashkime vullnetare të zonës, shoqatat, që të paktën të ndërgjegjësojnë popullatën që ekzistojnë ligjet. Ky është një fenomen që po ndodhet shumë shpesh, vetëm javën e fundit na janë raportuar helmime nga Pogradeci, në Gjirokastër ka prap helmime shumë të shpeshta. Autori nuk dihet, bashkia nuk merr përgjegjësinë, para se të vi vera ka helmime në gjithë Shqipërinë. Ka një ligj në kushtetut. Kush e braktis kafshën, 100 deri në 300 lekë gjoba. Kush e vret me qëllim, 1 milion deri në 3 vjet burg është ligji. Por tek masakrat e kafshëve, Shqipëria është nga vendet e fundit për etikën dhe dëmshurinë. A ka ndonjë rast që ka funksionuar ligji? Ka shumë raste që janë denoncuar, po janë kapur dhe janë liruar sot për nesër. Është një përqindje shumë e vogël që do kafshët.
po si shpëtoj të gjithë, dhe kjo na bën ndjemi keq, se ka raste pa fund dhe jemi të pakët. Ne s'kemi përkraj as nga policia, s'kemi mbështetje as nga asnjë. Shkojmë aty themi, masakroj qenin aja, çau barkun. Se s'merret policia me qenë. Që do të thotë, ne si vullnetar apo si pronar duhet jemi të ndërgjegjshëm dhe të shpërndajmë informacione me njerëzit që kanë frikë nga kafshët, që kafshën përse nga smohen në këtë bëgjo. Institucionat duhet patjetër të fillojnë me edukimin, me informimin e fëmijëve. Sa më shumë i njoh njerëzit, po dikush, sidomos njerëz të tillë, të sillen në mënyrë të tillë, aq më shumë i dua kafshët. Shiko, këto nuk është se janë njerëz, Po. Këto janë palo njerëz. Po normale. Por kam dyshimet e mia që edhe qeni do i ketë bënë gjë. Çaj ka bëu qeni? Thon, flitet andi rreth e përqark, në përlagje, që i pas ka ngrit zonin. E ka shajt. Një tjetër kishte ngrit putrën e ja bote me dorë, ai e ka marrë për ofendim. Nuk e ka duruar dot ai. Dhe ti e di, nuk të fal shqiptari me Allah, nuk duro dot as të lefmen e qenit, as të folmen. Përveç shakave. Po qa u bën këto qenie të gjora, që ju t'i helmonin në mënyrë të tillë? Ja ta shpjegojmë. Sepse ka qen. Po ka dhe qen bir qenie. A këta që, Ashtu dhe. Tani devo, tani mi çik nga kjo situatë, më ngrihen nervat. Po. Të mora sot në mëngjes në telefon, ishe duke pirë ujë. Ja prap. Të marrë në drek duke pirë ujë, tani ndarke duke pi ujë. Ore, qa probleme ke me vetën, mos je smur, fol me vllajin, qa ke vlla? Po jam si kokra e mollës. Po qa ke mër burë, pse vetëm pirë? Ha? Unë që kur kam filluar të pi ujin fab shqiptar, që është më i leti në treg, realisht, jam rinuar. Po ti folë. Ore, ndije më mirë. Ore, ke parti që nuk ziem as me gruan më. Qa fletër? Jam rehat, jam qep. Jam i let si uj fab. Let vinë me qëtan.